Një vrasje në mes të ditës në një zonë që supozohet të jetë më e sigurta në Shqipëri tronditi vendin. Ngjarja ndodhi pranë aeroportit të Rinasit, 100 metra larg komisariatit të policisë, duke lënë pas një të vrarë dhe një të plagosur. Që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit tonë në vitin 2025, udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Por vetëm disa orë më vonë, rrugët e aeroportit u kthyen në sken krimi. Të parë nga kamerat dhe nga dëshmitë e para, autorët u larguan me një automjet i cili më vonë u gjet i djegur. Sipas statistikave zyrtare, por edhe krahasimeve vjetore, vrasjet me dashje janë rritur, çka nxjerr në pa distancën mes propagandës dhe realitetit në terren. Nga viti 2023 në vitin 2024 janë rritur vrasjet me dashje me 17.6%. Në 2023 34 raste, ndërsa në 2024 44 raste. Për vitin 2025, sipas të dhënave deri më sot, vetëm vrasje me armëzjarre janë 27. Janari dhe shkurti mbajnë rekordet për këtë vit ku shënuan 11 vrasje, ndërsa qytetet që kanë më shumë vrasje janë Vlora, Tirana, Lezhë dhe Shkodra. Fenomen që vërehet është shtimi i vrasjeve në zona të populluara, atentate të cilat duan të përcjellin mesazhe. Kur të hanë kokën e njëri tjetrit, e hëngshin kokat e njëri tjetrit dhe mos u ngopshin duke ngrënë kokën e njëri tjetrit. Kur bandat përplasën çdo ditë në rrugë, detyra e policisë është që të mbrojë qytetarin dhe jo të përditësojë statistikat. Pas çdo ngjarje të rëndë vijnë kronikat, deklaratat dhe pastaj një tjetër ngjarje është edhe më e rëndë dhe përsëritet i njëjti ritual. Ngjarja e djeshme nuk është vetëm një episod i rëndë sepse është përfshirë një punonjës policie në anën e krimit, por është tregues i një fenomeni që kërkon më shumë se fjalë të mira apo citime turistike. Publiku meriton përgjigje konkrete, hetime të shpejta dhe mbi të gjitha emra dhe përgjegjësi në vend të statistikave.